Seanca gjyqësore rreth legjitimitetit të shkarkimit të Erion Veliajt nga Këshilli Bashkiak i Tiranës është nga të paktat seanca gjyqësore në botë ku të gjithë janë të kënaqur me të gjitha rezultatet. Arsyeja është se palët nuk janë në betejë me njëra tjetrën, por secila vete me gjykatën kushtetuese. Socialistët duan të mbetet në fuqi shkarkimi i Veliajt për shkak se u duhet një kryetar bashkie në Tiranë dhe qyteti po degradon ditaditës. Të emëruarit e rinj bëjnë ndonjë punë të tyre, por jo punët e qytetit. Pra, atyre më shumë se sa shkarkimi i Veliajt, u duhet leja të zgjedhin një kryetar të ri. Veliajt i duhet betejë ligjore, jo për të qëndruar kryetar bashkie e Tiranës, por për të konsumuar procesin e ankimimit, i cili fill pas gjykatës kushtetuese shkon në Strasburg. Në rast se gjykata lë në fuqi shkarkimin, gjë që do ishte opsioni më i vështirë, Veliaj viktimizohet dhe më tepër dhe fiton të drejtën të shkojë më shpejt në Strasburg. Pra, nuk është se i shkaktohet ndonjë dëm personal. Edhe ai në këtë rast nuk e ka betejën me socialistët, por me procedurën. E vetmja që e ka betejën me veten është gjykata kushtetuese. Ajo është para krijimit të një precedenti për të gjykuar legjitimitetin e shkarkimit të një kryetari bashkie, i cili është arrestuar nga zyra në proces hetimor, pa u marrë i pandehur, dhe për shkak se është rrëmbyer nga zyra, pastaj është shkarkuar edhe pse nuk është përgjegjësia e tij rrëmbimi nga zyra. Me këtë precedent, çdo i zgjedhur në Shqipëri mund të futet në hetime, të arrestohet, pastaj, pas 3 muajsh, pavarësisht procesit, ai mund të shkarkohet dhe t'i merret detyra që ja kanë dhënë qytetarët. Ky është hall vetëm i gjykatës kushtetuese, as i Erion Veliajt, i cili praktikisht ka objektiv betejën e tij ligjore, dhe as i socialistëve të cilët kanë problem me qeverisjen e Tiranës. Dhe këtë hall gjykata kushtetuese duhet ta zgjidhë duke vendosur më shumë për dinjitetin e saj, se sa për hallet e socialistëve dhe Veliajt, secili për hesap të vet. Por e ripar në ndritën e zhvillimeve të fundit, një vendim që mbron legjitimitetin e të zgjedhurve nga populli dhe mos heqjen e mandatit të tyre përmes rrëmbyerit nga zyra, do të shtynte zgjedhjet në Tiranë për vitin 2027, nëse Veliaj pastaj nuk do t'i jepte vetë dorëheqje disa muaj më vonë. Por edhe kjo mund t'i shpëtonte të gjithëve, socialist dhe demokrat. Kështu siç po zhvillohet fushata, është mirë për PD dhe PS të mos vazhdojë më. Socialistët kanë një kandidate me fitim të sigurt elektoral, por pa asnjë emocion politik. Është në një farë mënyrë një fushat ku edhe kështu, socialistët më shumë duken sikur e mërojnë dikë kryetar, se sa sikur e zgjedhin atë. Përqindjet e votuesve do jenë të ulta, zgjedhjet do jenë jo entuziaste, dhe kryetarja e re e bashkisë do të vuajë pa të drejtë konjunkturën e zgjedhjes më shumë se sa aftësitë e saj. Opozita nga ana tjetër është në një situatë të pazakontë me një kandidat që i trajton liderët e opozitës si lebroz, që nuk duhet t'i afrohen se infektojnë dhe ata zhvillojnë takime vetëm në përskuta, kurse ai i bën betejë në TikTok. Kjo nuk ka për të ndryshuar rezultatin. Opozitarët do t'i japin atij votën që nuk e bën fitues, dhe Berisha do ketë më pas një kokçarje të re brenda opozitës, pasi situata aty brenda është aq zi, sa njerëzit janë gati të votojnë edhe dikë që nuk do t'u jap as dorën. Dhe kjo do të jetë një taks që do ta paguaj pastaj përsëri në zgjedhjet e vitit 2027. Ndaj edhe pse nuk e thon, një vendim i gjykatës kushtetuese që lë në fuqi shkarkimin e Erion Veliajt i shpëton të dy palët, socialistët nga një fushatë imponuar nga drejtësia politike dhe opozitarët nga një fushatë distancuar nga figurat politike. Por këtë gjë natyrisht që gjykata nuk ka pse ta marrë parasysh. Ajo nesër ka gjyq me vetveten. Thjesht duhet ta dinë se palët e interesuara në çdo rast janë të fituara.